Në mbi 10 vite, Bashkia Shkodër nuk ka mundur që të strehojë më shumë se 222 familje në total. Nga një përllogaritje e thjeshtë, nuk janë më shumë se afro 22 familje në vit që kanë mundur të gjejnë strehim nga programet që bashkia ofron. Në total që nga viti 2005, Bashkia Shkodër zyrtarisht bën të ditur se janë regjistruar 1880 kërkesa për strehim, ndërsa vetëm 222 kanë arritur që të përfitojnë. Programi më i kërkuar është ai pagesave me kostot e ulët të banesave, ku të pastrehet përfitojnë kredi me kushte lehtësuese. Në këtë program kanë aplikuar gjithsej 1814 familje dhe vetëm 166 kanë përfituar në këto 10 vite. Nga programi i banesave sociale me qera nuk ka arritur të përfitojë askush pavarësisht 166 kërkesave, sepse nuk ka patur ndërtesa që parashikon ky program që ka të bëjë me banesa që ndërtohen apo blihen në tregun e lirë dhe ku qeveria bën subvencionimin e pjesëshëm ose të plotë të qeras. Në programin e tretë aty të pajisjes së trullit me infrastrukturë nuk ka asnjë aplikim nga qytetarët. Një tjetër mundësi është ajo e kredive me 0% interes, ku që nga 2005 ka 722 aplikime dhe vetëm 56 familje kanë arritur që të përfitojnë, duke plotësuar kështu në total numrin e 222 familjeve që kanë arritur të strehojnë nga 1880 kërkesa që janë. Këto të dhëna janë zyrtare nga ana e Bashkisë Shkodër. Krahasuar me nevojën që kanë qytetarët për strehim, situata vjen që të jetë vështirë dhe kjo pranohet edhe nga vetë bashkia, e cila deklaron se strehimi është një nga problemet e mprehta sociale për qytetin e Shkodrës. Tre programet e strehimit që ofrohen, prej të cilave 2 prej tyre nuk janë vënë në eficiencë dhe qytetarët nuk kanë arritur të përfitojnë prej tyre, qartazi janë të pamjaftueshme për të përmbushur kërkesat dhe nevojën e madhe për strehim në Shkodër për kategoritë sociale që nuk janë në gjendje sociale-ekonomike të përballojnë ofertën e tregut të lirë të banesave apo që nuk kanë mundësi kreditimi hipotekor.